Allahu të shëroft. Falënderimi takon Allahut, një të vetëm. Paqja dhe bekimet qofshin për atë pas të cilit nuk ka profet tjetër. E në vazhdim, mirësitë e Allahut mbi robërit e tij janë të shumta. Ku më e madhja e tyre pas mirësisë së besimit dhe sigurisë, është mirësia e shëndetit në trup. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: kush nga ju gdhihet i sigurt në familjen e tij, i shëndetshëm në trup e tij, dhe që posedon furnizim të mjaftueshëm për atë ditë, është njësoj sikur të jetë dhënë e gjithë dynjaja. Mirësia e shëndetit trupor është mirësi e madhe dhe është detyrë për muslimanin që ta falënderojë Allahun për këtë me zemrën, gjuhën dhe gjymtyrët e tij, dhe ta shfrytëzojë këtë në bindje ndaj Allahut. Ndodh që ky shëndet të dëmtohet për shkak të sëmundjeve që e godasin atë. Por kjo sëmundje, me të cilën goditet muslimani dhe muslimania, është sprov prej Allahut. Shkak për fshirjen e mëkateve dhe ngritje të gradëve nëse i sëmuri llogarit shpërblimin tek Allahu dhe bën durim. Profeti alayhi salam thotë: e çuditshme është çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është e mirë, dhe kjo nuk është veçse për besimtarin. Nëse i vjen ndonjë e mirë, ai falënderon, dhe kjo është e mirë për të. E nëse e godet ndonjë e keqe, ai bën durim, dhe kjo është e mirë për të. Në lidhje me të sëmurin ka disa edukata që kërkohet nga ai të zbukurohet me to gjatë kohës së sëmundjes. Po ashtu, edhe për vizituesin ekzistojnë disa edukata dhe për sëmundjen ka dispozita, sepse ajo është prej shkaqeve që i bëhen lehtësime të sëmurit për sa i përket adhurimeve. Vëllai im i sëmur, lut Allahun madhështor, Zotin e Arshit madhështor, që të shëroj. Allahu të shëroft, të ruajt e të ktheft tek familja jote, të sigurt dhe të pasur. Amin. Vëllai im i sëmur, kjo video është për ty. Vëllai im, Allahu të ruajt dhe të shëroft. Të sëmurët të ndryshojnë nga njëri tjetri në varësi të sëmundjes së tyre. Ai që ka sëmundjen e rëndë shtohet atij sikletit dhe pikëllimi, dhe ai që ka sëmundjen e lehtë dhe sikleti i tij është më i lehtë. Por se mendimi i mirë për Allahun e bën të lehtë çdo vështirësi dhe çdo çështje të vështirë e kthen të lehtë. Në momentin kur njeriu ka mendim të mirë për Allahun, atij i lehtësohet sëmundja. Profeti alayhi salam thotë: Allahu i lartësuar thotë: unë jam tek mendimi i mirë i robit, prandaj të mendoj për mua çfarë të doj. Nëse ai mendon mirë për mua, do të gjej të mirën, e nëse mendon keq, atë do ta gjej. Prandaj medito, Allahu i lartësuar të shëroft, këtë hadith dhe përqendrohu në të her pas here dhe ki mendim të mirë për Allahun, sepse ai për çdo gjë është i mundshëm. Nëse ke mendim të mirë për Allahun, edhe Allahu e di se ti je i sinqert në këtë, atëherë ke për të ndjerë rehatin shpirtërore, qetësinë në zemër, dhe ke për ta pajsuar veten tënde për humbjen e kësaj rehatie për gjatë ditëve të kaluara. Allahu i lartësuar të shëroft. Ti gjendesh i shtrirë në shtrat i sëmur dhe i sheh njerëzit përreth teje që shkojnë dhe vinë, ndërsa ti shpreson të ecësh i shëruar ashtu siç ata ecin dhe të shkosh ashtu siç shkojnë dhe ata. Ti ke të drejtë të jesh i sigurt. Madje secili shpreson që gjendja e tij të jetë gjithmonë e shëndetshme. Pra, a i ke pyetur veten tënde përse Allahu i lartësuar të ka sprovuar me këtë sëmundje? Lut Allahun madhështor, Zotin e Arshit madhështor, që të shërojë. Vëllai im, Allahu i lartësuar të ruajt. Prej sunetit, ligjit të Allahut të lartësuar te krijesat e tij është se ai sprovon ata me fatkeqësi. Këto fatkeqësi ndryshojnë në varësi të llojit të tyre, kështu që këto fatkeqësi herë ndodhin në trup, herë në pasuri dhe herë tek fëmijët. Nëse e mësove këtë, ti e di, Allahu i lartësuar të shëroft, se mirësia e shëndetit tek njeriu është më e rëndësishme se sa pasuria e tij dhe gjërat që ai posedon, sado që të arrijë numri i tyre. Prandaj, edhe shohim se i sëmuri shpenzon shumë dhe nuk do t'ja di as pak për shumën që shpenzon, se si që të shërohet. Kjo është diçka të cilën e shohim. I sëmuri nuk preokupohet për atë që humbet prej pasurisë, përkundrazi. Ndodh që ai të marrë edhe borxh nëse një gjë e tillë është e nevojshme dhe nuk i intereson se sa i madh mund të jetë ky borxh në këtë moment për shkak të mirësisë madhore të shëndetit. Vëllai im, Allahu të shëroft. Ndërsa përse sprovohet muslimani me fatkeqësi në përgjithësi dhe me sëmundje në veçantë? Përgjigjja për këtë është, për sa i përket sëmundjeve, ajo ka disa shkaqe. Prej këtyre shkaqeve janë: njeriu ka qenë neglizhent ose i pakujdesshëm në lidhje me disa gjëra që Allahu i lartësuar ka urdhëruar.
Prandaj, edhe sëmundja është dënim nga Allahu i lartësuar për të. Allahu i lartësuar thotë: nuk është as sipas dëshirave tuaja, as sipas dëshirave të idhtarëve të librit. Kushdo që bën një të keqe, do të ndëshkohet për të dhe nuk do të gjejë as mbrojtës, as ndihmues tjetër në vend të Allahut. Surja Nisa 123. Çfarëdo fatkeqësie që ju godet, është si pasojë e asaj që keni bërë vetë, por ai fal shumë. Surja Shuara 30. Dikush prej vepërmirëve ka thënë: nuk kam bërë ndonjë mëkat veç se kam parë dënimin e tij në trupin tim, ose në familjen time, ose në pasurinë time. Allahun e lut me emrat e tij të bukur që t'ju largoj çdo sëmundje dhe çdo breng. Amin.